الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Falënderimet e për Allahun Zotin e Gjithësisë, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Allahu ju mëshiroj të gjithë. Allahu inshallah të na pranojë këtë ditë gjejmë. Me të vërtetë pa lehtësojmë dhe Zot që rëzhënohu. Keni vëre që Allahu i jep besimtarit në këtë muaj një kuvet, një fuqi, vullnet, të jashtëzakonshëm. Edhe ne na e ka dhënë. Edhe po na ndihmon përderisa jemi atyrshëm. Përmendim edhe Zot që rëzhënohu kur flet për agjerimin. Dhe kur baron ajeti i parë, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Këtu përfundon ajeti i parë. Nëse mos i ajeti vjen direkt një fjalë e jashtëzakonshme. Ayyaman ma'duda. Ditë caktuar, ditë numëruar, ditë që mbarohen, ditë që kalojnë, ditë që nuk kthehen më. Pra me qindra dhe mija kuptimin, ditë të numëruar. Pse ka thoni më dhe Zot që rëshëllat ditë të numëruar? Pra i thret ato besimtarë, po ju që keni besuar, shive, ju erdhi obligimi. Po keni kujdes se ky Ramazani nuk do rrej gjithmonë me ju. Do të kaloj. E çfarë më bën? Pikërisht atë që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha në hadith tjetër, po i shoh njerëzit të pakujdesshëm ndaj 5 gjonave. Dhe e para nga këta gjona po i shoh pakujdesshëm ndaj kohës. Hajtë se kemi kohë sa dur. Po prepër se Ramazani vjen prapë. Vallahi, ne kena në mesin tonë që Ramazani se ka gjerë. Vallahi nga kjo gjematë. Kemi kohë sa dur. Por rrej njëherë pa e shofim këtë ndeshje këtë, se kini në kohë sa dur, unë jemi i më s'ke fillu. Një nga metodat më të rrezikshme të shejtanit është pikërisht moshë në re. Po je i virë. Kur shko, të s'ke fillu ala jetë. O ke e kodi për të shkuar në xhami, ke e kohë për të falë, ke e sa të dushti. Metoda më rrezikshme që ka fut në zemër dhe në tonë të robit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë po ju shoh. Të pakujdesshëm ndaj kohës, Allahu betohet. Në një kapitull të posaçëm Kur'anit dhe thotë vela asr pasha kohë. Imagjinoj se sa rëndësi të madhe ka koha, që të kalon në dispozicion. A e dini se 1 minutë e këtij Ramazani mund t'ju çojë drejt xhenetit. 1 minutë. Kështu kemi të mobilizuar. Edhe e dyta do jeni të pakujdesshëm ndaj rinisë. Pra jeri le kohën. Ndaj rinisë. Rinia ka shumë mundësi me bën punë të mira. Rinia ka shumë mundësi me punu. Kur i një gjej disa atri të thotë ju të festu ditëlindjen, nuk e di se ku më bën menja. 62 vite po i bëjmë. Nuk mund të ma gjesh një orë që mund t'jemi lirë. Jo të moshën e atyre trive që thonë qëtu, po në moshën e sotshme s'mund gjesh i kohë që t'jemi lirë. Shfrytëzojnë e thëmë, pse? Martohesh, angazhohesh me punë, vjen duke ra mosha. Përfitoni, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, moshën e beqarisë. Djale po vajtë sot. Pse? Fëmijë e qa, do kujdesin e vetë. Bile, po t'i veni le, mu pa më pengojnë të shti, fëmijët e djale të që brezi dytë, edhe ato do kujdes. Gjyshi është të ashur për ne. E do prej gjyshit, e do prej nonës, këtë fësmet. Pra pas i kam kaluat mirë, shifeni, pengesë mos pengesën. Nërsa vjesh moshën e beqarnisë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kini shumë mundësi, shumë kohë me bën punë të mira. E kur t'i boni? Mos e në vlerësoni, tha, as i vepër të vogël, vetëm t'jeti mirë. Çfarë do të thonë mirë? Edhe me e morë një nga moshë që është më i vjetër këtu, me i dhënë dorën, me i thonë, hajde t'i japë posën të gjyshën, a gjash, hajde t'i japën posën, pasha Allahu në shverë mirë. Apo me i mund dorën e qikë të krahë këtu, si rëllohës të dysh, mu të imaginu,
Vallahi është vepër e mirë. Të s'don as lek, as e gjatë. Të don jam ma pak se 3 sekonda. Ama mos harrosë me këto 3 sekonda, shkon në xhenet. Për kushtoni sa më shumë. Djemë të rejti i pashtë të planin, jo me telefonë. Asë më shpija, vallahi s'keni kohë. Nuk kam kohë unë me këto gjyshat. Që po shkojmë ke pensionin, ju s'keni kohë. Ju natë ti, agjerim, adhurim, më punë, më kujdes shpejs, më kujdes prindërët. Nuk e di, të më do t'u anëmroj ditë veç e veç, se sa punë ju presin ju. Kur unë po e shkoj vetëm të angazhu, atëherë edhe ju, Allahu dhe ligjanë më atu datë. Ma rohën të ditë, hikim, s'ka ma masane. Pra shtoni përmirësi, adhurimet, këndimin e Kur'anit, praktikimin, çka të mundni për atyre që i ngjoni këto që janë veprat mira, i bani që të na ndihmojë më dhe Zot. Allahu na fal, na mëshiroj gjithë.